nga Unagon Femeu në emër të Art Motion dhe realizuesve të këtij transmetimi sot Effect Media. Urime vitin e ri 2026 me dëshirë për shumë shëndet mirë, fat suksese, lumturi e harmoni. Adhurues basketbollit në platformën tuaj dhe tonë Art Motion. Kudo qeni duke na shikuar këtë çaste, Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa apo Amerikë. Mirë se erdhët në ndeshjen që po e hap vitin 2026 të basketbollit kosovar në këtë edicion që deri tash ka qenë perfekt dhe ashtu si duket edhe do të vazhdoj. Po ja bojmë sefte vitit të ri 2026 me duelin e parë çerek final të kupës këtu nominatori ku Trepça, fituesja e kupës së Kosovës 2025. Po e fillon përpjekjen për ta mbrojtur epitetin duke e pritur Golden Eagle Yllin, skuadrën e cila po feston 50 vjetorin e themelimit të klubit. Mitrovicasit synojnë edhe si vjet këtë trofe dhe për të fituar eventualisht kupën e 5-3, duke i u afruar rekordit të cilin e mban skuadra më e suksesshme gjitha kohëve, Sigal Prishtina, e cila kishte dominuar kupën duke fituar trofeun 6 herë rresht nga viti 2005 deri 2010. Edhe si vjet FBK ka vendosur që garat e kupës të zhvillohen me sistem vajtje-ardhje në çerek finale dhe gjysmë finale, dhe më pas të kemi një ndeshje finale sikurse vitin e kaluar që e kishte ngritur interesimin për këtë garë dhe definitivisht edhe shikueshmërinë. Edhe pse kjo ndeshje sot është përballje ndërmjet liderit të Superligës Trepçës dhe aktualisht skuadrës së fundit në tabelë Golden Eagle Yllit, megjithatë potencialit të cilin e ka skuadra e Yllit me lojtar vendor plus tash me ardhjen e shumë prituri Scott Bamford, ish reprezentuesi të naturalizuar të Kosovës që u shpall kampion në Meksik muajin e kaluar, dhe ka një përvojë të madhe në top ligat evropiane, ja edhe kapiteni Gzim Morina me numër 0 Darius Hall, numër 1 Liz Shoshi, 2 Scott Bamford, 4 Lovre Bashić, 5 Artin Gashi, 7 Altin Shala, 12 Anton Scott, 15 Shqipiron Ahmeti, 16 Brandon Hoffman, 25 Trevon Allen dhe 28 Erion Kastrati, trajner Endrit Elshani, po mungon Arjan Qallaku sonte, pra edhe sharin pas Takjanosit e ka ndërpre bashkëpunimin me Golden Eagle Yllin, do të flasim për atë pak më vonë. Kapiteni Anis Gashi, numër 0, Venis Haliti, 5 Sekuture Henry, 7 Batin Tuna, 8 Burim Zekici, 10 Tek Aslani, 11 Mikailit Mushici, 12 Drilon Hajrizi, 21 Sean Jones, 23 Mustafa Amzil, 35 Dardan Kapiti, dhe 41 Kenneth Hasbrook, krye trajner Adis Beqiragishi, mendimësit e tij Petrit Zeqirin, Brajn Veselin dhe Diamant Qaushin. Të dëgjojmë edhe intonimin e hymnit të Kosovës. Ja dhe përshëndetja e mësuesit me nxënësin përsëri, ju thash pra, sot përsëri kemi përballjen midis Adis Beqiragiçit, të ndëgjojmë edhe intonimin e hymnit të flamurit. Pra, si sash, sonte përsëri kemi përballjen midis mësuesit Adis Beqiragiçit
Dhe nxënësit e Endrit Elshanit pas hyllin ndau rrugët edhe me Jeronimo Sharinin pas 6 ndeshjeve të ciklit të dytë vjeshtor ku pati 3 fitore 3 humbje. Mirë, po si duket sistemi Sharinit nuk ju përshtatë rëndasve që tash po shikojnë alternativ tjetëre, deri atëherë timonin e skuadrës përsëri po e merr Endrit Elshani, sikur se edicionin e kaluar derisa nuk ishte ardhur sloveni i mirënjohur Alesh Pipani, pra pas Takianosit hyllin ndau rrugët edhe me Sharinin dhe kështu sonte Endriti përsëri po ndeshet kundër mësuesit të tij Adis Beqiragiqit, i cili me Trepçën si vjet po synon ta fitoj titullin e 3-3 kampion të Kosovës, sukses ky që në histori më herët e ka bërë vetëm PEA në edicionit 94-5-6, dhe Sigar Prishtina në 2 periuda, madje herën e parë duke dominu 6 edicione rresh 2006-2011 dhe herën e dytë 2015-16-17, dhe natyrisht e përmenda dhe në fillim Adis Beqiragiqi, të cilin po e shihni në ekranet e juaj, synon edhe kupën e 5 rresht. Pra, a do të bëj këte apo jo mbetet të shihet, ja dhe peshja startuese për Trepçën, Henrit Mushi, Jones, Amzil dhe Hasbrook, dhe në anën tjetër të ylli natyrisht Scott Bamford, Zimorina, Anton Scott, Brandon Hoffman dhe Trevon Allen, një peshje shumë interesante. Thash edhe pse kjo ndeshje është përballje ndërmjet liderit të Superligës Trepçës dhe aktualisht skuadrës së fundit në tabel Golden Eagle Yllit. Ylli ka një potencial të jashtëzakonshëm, nga ana tjetër Trepça që si vjet nuk startoi si duhet dhe psoi 2 humbje nga PEA Bashkimi, ngadalë u kthye në ritëm, ja dhe treshja referve sonte Xhelal Mumini, kryesori me ndihmësit Kera dhe Shala, vëzhguesi ndeshjes do të jetë Beki Malio. Pra thash, Trepça nuk startoi si duhet, psoi 2 humbje nga PEA Bashkimi, ngadalë u kthye në ritëm dhe fal edhe rënjes në formë të liderit Bashkimit, i cili pas një cikli të parë vjeshtor fantastik me 7 fitore pa humbje, pësoj një cikël të dytë të dobët me vetëm 2 fitore 4 humbje dhe kështu kampionja e fituesja aktuale e kupës Trepça, fal një serie fantastike me 9 fitore, vetëm 1 humbje në 10 ndeshjet e fundit, shpërtheu në krye të tabelës. Tisvatën e vetme në ciklin e dytë vjeshtor Trepça psoi në sekondën e fundit nga vllazimi në Shanin Ushi, kur në fund humbjat plus 15 pikshin për ndryshe, pra ka dominu plotësisht dhe falë serisë së suksesshme u rikthye në majtë të Superligës. Duhet ritheksu me të vërtetë se vjeshta e elitës së basketbollit kosovar ishte një garë spektakulare, pati rezultate befasuese, shokuese, senzacionale, dhe kjo e bëri pro kredit Superligën e basketbollit kosovar jashtëzakonisht emocionuese dhe super interesante. Fitoret e skuadrave të pjesës së poshtme të tabelës, Borës vllazimit, Yllit e Ravecit ndaj top 4 skuadrave të kreut të tabelës Trepçës, Bashkimit, PEA-s e Sigar Prishtinës, e kanë bërë luk situatën tabelare, prandaj bazu në këto fakte, rezultate dhe shfaqjet fantastike basketbolistike në vjesht, e kam thënë, po e them, dhe këtë konstatim nuk e lund topi në asnjë kampionat deri tash. Në këto 20 vitet e fundit nuk kemi pasur këso rivaliteti ku se cila skuadër ama bashkë se cila po mundet me mposhtë se cilën, dhe kjo këtë edicion e bën të shkëlqyeshëm. E thash edhe parës, po e përsëris edhe njëherë, Adis Beqiragiqi sonte kundër nxënësit të tij Endrit Elshanit, po e nis rrugtimin drejt mbrojtjes titullit fituesit të kupës së Kosovës nga edicioni kaluar 2025, që ishte kupa e 4-3, synon si vjet të 5-ën. Këte deri tash e ka bërë vetëm Prishtina, madje 6 e radhazin nën komandën e Arben Krasniqit, trajnerit më të suksesshëm kosovar gjitha kohë me 15 trofe, të cilin tash e ndjek Adis Beqiragiqi, i cili për 5 edicione në Kosovë fitoi 12 trofe, pra me PEA-n pikërisht me yllin atë periudhën historike dhe antologjike si arkitekti suksesit të basketbollit të Randas, ndërkohë kaloi te Trepça, ku po ashtu e ka shkruar emrin e tij me shkronja të arta, duke qenë arkitekti i suksesit më të madh gjatë epokës më të suksesshme dhe trofeshme në historinë e skuadrës mitrovicase, e cila në edicionin 2020-21 ishte buz greminës në prag të rënjes nga elita basketbollit kosovar për herë të parë në histori. Mirë po, si e parafundit mbijetoi play-outit kundër Istogut dhe anisi marshimin më të suksesshëm në histori të klubit
duke fituar 2 tituj të kampionit të Kosovës Aresh në këto 2 edicionet e fundit, 24 e 25, 4 kupa e shumë trofe. Dhe ja sonte pengesa e parë drejt mbrojtjes së trofeut kupës së Kosovës për Beqir Agishin është pikërisht Golden Eagle Ylli, ish skuadra me të cilën bëri histori dhe arriti rezultate të jashtëzakonshme duke futur Yllin në top 4 skuadrat më të trofeshme gjitha kohëve në basketbollin e pavarur ton nga 91-92, pasi fitoi 2 tituj kampioni Resht, 21 dhe 22 titullin e kampionit Ligës Unike, atë historik të parin në edicion e parë dhe më pas edhe në vitin 2021 në Vjesht Superkupën barkombëtare shqiptare. Pra, Beqir Agishi 4 kupat Kosovës, 2 Superkupa, 1 kampion të Ligës Unike, 1 Superkup barkombëtare shqiptare me të vërtet i jashtëzakonshëm. Dhe si thash sonte pengesa radhës për trepçën e udhëhequr nga Beqir Agishi, trajnerin me cilin të dyja këto klube kanë bërë histori në basketbollin ton. Pra, Golden Eagle Ylli, ekipi i cili si vjet kremton 50 vjetorin e themelimit dhe në këtë edicion jubilar, përkundër faktit se hyri me aspiratat të mëdha, nuk ka filluar as pak mirë, u përshkua me shumë të lashi, ndroi 2 trajner, po e presim edhe të tretin, është përfolur për Miovicin, do të jetë shumë vështirë që ai të vjen mirë, po nëse vjen Miovici me këtë përbërje që ka Golden Eagle Ylli, do të jetë shumë interesant, a do të jetë kështu apo jo, mbetet të shihet. Një është e sigurt sonte, Scott Bamford është në Kosovë më në fund pas një pritje të madhe të Golden Eagle Yllit për te pasi fitoi titullin e kampionit në Meksik. Po e shihni në ekranet e juaj me numrin 2 reprezentuesin e Kosovës, Scott Bamfordin, amerikanin e naturalizuar, i cili fitoi titullin në Kosovë dhe ja tani sonte po starton dhe po debuton në ndeshjen e parë çerekfinalit të Kupës së Kosovës. Çdo gjë është e gatshme, ja Bamfordi e provoi e testoi topin, sikurse edhe Anton Scott. Do të jetë interesant kjo treshje e fundorëve me të cilët ka vendosur sonte të startoj Endrit Elshani, Huffman dhe Jones, një tjetër ish reprezentues i Kosovës. Të Mushishi me Bamfordin nihën mirë, kanë luajtur së bashku në përfaqësuese. Hasbrook për Mustafa Hamzelin, tenton atje Hoffman me pengu, por Mustafa Hamzelin më i suksesshëm në start për e përsim fillestare të trepçës. Një top i vjedhur atje nga Të Mushishi, i cili e ngulit, e pranon gabimin e tij Scott dhe i thot më falni. Në anën tjetër Të Mushishi nuk fal fare, e ngulit për 4-0. Scott për Huffmanin, mbrojtje fantastike e Sean Jonesit, por edhe gabon Trevon Allen. Të shohim se çka ka ndodhur atje. Njëzet e 3 sekonda. Duhet të jenë në semafor edhe ashtu është. Scott për Trevon Allenin. Armën kryesore deri sonte tek Golden Eagle Ylli. Ka kohë edhe 12 sekonda për këtë sulm. Çfarë mbrojtje agresive po luan trepça sonte. Bamford e ka dorën e but, tenton Scott për 3 pik, nuk ka shënim. Sean Jones ishte ai i cili ka shkaktuar faul, edhe pse u gjuajt poshtë në parket, këtu nuk po shihet, por ishte ai i cili e tërheqi Huffmanin. Shumë i fuqishëm është Brandon Huffman, 209 cm, 130 kg, tepër i fuqishëm. Ja, aty e pat. Scott, pick and roll, Huffman për Bamfordin, i cili tenton nga një distancë madhe atje, edhe një herë topi te Bamfordi për paksa nuk gaboj, depërton dhe pikët e para në Kosovë i realizon Scott Bamford. 4-2. Bukur atje në kënd për Sean Jonesin, tenton për 3 pik, Bamfordi me kërcim
por ja merr topin nga dora Mustafa Amzili, reprezentuesi i Finlandës. Lufton Amzili, i shkëlqyeshëm atje. Henry mbi Gzim Morinën, tenton, nuk realizon, lufta vazhdon. Sean Jones lufton me Hoffmanin. E topi, si duket që Hoffman e ka prekur i fundit. Po, Hoffman ka luajtur i fundit. Topi do të jetë për Trepshën. Kenneth Hosbrook. Bukur atje deri në fund, deporton, nuk realizon, po edhe një kërcimi Mustafa Amzilit, fantastik sonte. Është ky kërcimi i treti Mustafa Amzilit në këto 2 minutat e para. Tmushishi në brendi për mrekulli, asiston për Sean Jonesin, 6-2. Në fakt, Amzili deri tash 2 kërcime. Njëri nuk ju numërohet, tentimi Bamfortit për 3 pikë, 2 tentimet e Bamfortit të parat për treshe shkon hoq. Kërkon aksionin 2, të shohim çka do t'jetë ky aksioni 2. Bamforti për Hoffmanin. Lëvizje bukur, mashtruese, deporton atje, ishte faul ndaj tij. Dhe personalja e parë e Sek Henrit, Seketura Henrit. I menduar atje e ndriti. Ellen bukur tek Gzim Morina nga pozita e tij, nuk realizon. I fundit luajti Hoffman, sepse pati përsëri tërheqje. Me të vërtet po ka probleme sonte Sean Jonesi, është për 5 cm më i shkurtër se sa Brandon Hoffman. Me e mbyll, po vendoset mirë në brendi të trapezit atje Hoffman. Amzili, lojë shkëlqyeshme e tij, po bën bloka. Ja teron atje Hoffmani kundër sulm. Bamford pret pak më gjatë se sa që duhet dhe vjen bomba nga bombarduesi, snajperisti kryesori skuadrës Golden Eagle Lullit në Vjesht, Trevon Allen, i cili ka një mesatare prej 18 pikëve. Vjen treshja e parë e tij, afron në minimum rezultatin. Tmushici, bukur lëvizje e Tmushicit, e pranon atje Scott Bamforti personalen. Amzili, sa bukur atje blokun Sean Jonesi për Henryn. Mirë po e shpërdoroi këtë rast Scott për Trevon Allenin, i krijon vetës hapësinë, dhe si duket e ka motivuar ardhja e Scott Bamfortit Trevon Allenin. Në 2 ndeshjet e fundit nuk ishte ai Trevon Alleni që jemi mësuar, mirë po sonte ja 5 pikë rresht dhe një seri fenomenale prej 5-0 e Golden Eagle Lullit, e cila po vazhdon. Bamford e kthen atje te Scotti, bashkëpunojnë. Kërkon faul atje nga Tmushici dhe personale e Trevon Allenit. Gzim Morina thot se ishte i tërhequr për dorë poshtë nga Tmushici. Referët nuk e pa, mbetet 1 pikë përsi. Pra pas rezultatit 6-2, e patëm një mini seri përgjigje nga Trevon Alleni me një treshe dhe një dyshe. Bukur prapa shpinës Henry për Sean Jonesin, i cili përgjigjet në treshen e Allenit me treshen e tij për të rikthyer përsin minimale. Bamford i vetmuar, nuk ka as e treta, nuk është e vërteta për Bamfortin. Anën tjetër për mrekulli, përgjigjet në atë seri 5-0 Tyllit Trepça përmes Sean Jonesit dhe Mikailit Tmushicit me seri identike 11-7. Edhe 5 minuta lojë deri në fund të çerekut të parë. Gzim Morina për mrekulli,
asiston për Brandon Huffmanin, I cili e nguli dhe ndalet në mënyrë të paliuar nga Sean Jonesi. Do të ketë sonte shumë problem të madh Sean Jonesi. Mbrojtjen e Brandon Huffmanit. Pikët e para të tij, një problem të cilin e ka Huffman janë ekzekutimi I gjuajtjeve të lira, por sonte është I vëmendshëm, I kujdesshëm. Kosh faulli I tij, 3 pikë të qendrës gigantit Suarekës dhe afrohet rezultati. Sean Jones tenton, nuk realizon. Trevon Allen, shikoni me njëherë aty pas kërcimit në mbrojtje të Golden Eagle Yllit, vjen tentimi për me vjedh topin. Me njëherë fillon presingu I Adis Beqiragishit. Huffman atje e huqi komplet krejt. Faul në sulm. Apo ishin gabime në hapa, më falni. Jo, gabimet në hapa, nuk e pam se çka treguan referët. Topi për Trepshën, Mikajlet Mushiqi tek Jonesi edhe njëherë. Dhe shmendet atje Endrit Elshani, s'ka faj, edhe pse bën presion ndaj Sean Jonesit, I cili u ngatrua pak, megjithatë realizoi edhe një faul I Scott Bamfortit. Mirë po, Anton Scott u anku atje për faul, apo jo, ishte Gzim Orina. Gzimi ka shkaktuar faulin e tij të parë. Liz Shorshi në lojë në vend të Brandon Huffmanit, 13-10. Tentim për 3 pikë, nuk ka shënim. Atje pak më lehtë, po e ka Sean Jones edhe pse Lisi është më shtat lart se Huffman. Sa bukur, sa shpejt shkon topi në kënd. Mirë po e godet këndin e tabelës atje Scott. Henry për Tmushiqin, lëvizje bukur mashtruese, e mashtron Lisin atje, tentim për 3 pikë, Sean Jones. Dhe fauli Liz Shoshit. Do ta ketë tash pak më lehtë Sean Jonesi tani kundër Liz Shoshit, edhe pse Lisi është 8 cm më I gjatë se Jonesi, është fizikisht jo aq masiv dhe I fortë kurse Brandon Huffman. Natyrisht Sean Jones është qendër klasike. Herën e parë I sakt nga vija gjuajtjeve të lira, e rikthene përsin më të lartë të Trepshës deri tash. 14-10 pika e 8 Sean Johnson, I cili momentalisht është lojtari më I mirë në parket. Dhe pika e 9 e tij, kjo është e përsia më e lartë e Mitrovicasve deri tash. Pra pas asaj e përsis prej 6-7, kemi një seri prej 9-3. Tentim për 3 pikë dhe vjen treshja nga Scott. Kjo është treshja e dytë, afron përsëri rezultatin në 15-13. Tmushiqi blokot atje nga Mori. Sa bukur, Bamford e vjedha top. E ndërprejnë pasimin, topi shkon anën tjetër. Trevon Allen, tentim, nuk ka shënim. Lisi lufton me Jonesin, kundër sulmi shpejt. Tmushiqi në prapavi, por s'ka nevoj për kërcimin e tij, sepse Kenneth Hasbrook e dërgon të vendi. Përgjigjet në treshe me treshe. Bëhet gati për të inkuadruar Erion Kastrati. E është ky fauli Hasbrookut. Në anën tjetër do të reagoje edhe Adis Beqiragishi. E largon Sean Jonesin dhe Hasbrookun. Edhe Amzilin. Zëvendësimi trefisht në lojë. Reprezentuesit e Kosovës, Dardan Kapiti, Drilon Hajrizi dhe Batën Tuna. Edhe Gzim Orina largohet në vend të tij Erion Kastrati. Scott atje për mrekulli pranë Tmushiqit.
e afron përsëri në 18 me 15, e përsia më e lartë e Trepçës deri tash në 2 raste plus 5. Mushiqi në brendi për kapitin Tuna. Mbrojtje zonale tani Icepack e Uso, bukur e vjet topin, por edhe gabon atje Erion Kastrati në fakt asiston për Sek Henryn. Ja dërgon topin në dorë, 21 me 15. 2 treshe është Trepçës, por e përsin më të lartë. Uso, bukur në thellësi, atje fauli Dardan Kapitit. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Lisin. Si vjet Lisi ka pas pak të lashe me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira, vetëm 56% të efikasitetit. 25-14 në Super League. Betit 21 me 15. Rezultati edhe 1 minutë 34 sekonda deri në fund të çerekut të parë. Henry për Mushiqin kësaj radhe dhe vjen treshja e 3 tresh, 24 me 15. 3 tresher është bombardon pas rezultatit 15 me 13. Një seri tjetër prej 9 me 2. E vendasve 3 treshe të cilat serin të cilën e nisi Hasbruku në asistim të Henryt. Pastaj ishte Kapiti që asistoi për Henryn dhe tani në fund përsëri Henry kësaj radhe për Mikajlet Mushiqin. 3 treshe të një pas njëshme Trevon Allen e zbut disavantazhin më të lartë deri tash prej 9 pikëve. 20 Në fakt, rezultati parës ishte 21 me 16, sepse nuk ishte shënuar një gjuajtje e lirë, e përsia më e thellë ishte ajo prej 8 pikëve. Zbutet në 24 me 18. Dalga dal po hym topi vjedhur atje Trevon Allen, bukur për mrekulli. Realizon treshe Trevon Alleni, plus foul. Adis Beqirakishi shmendet, s'ka faj. Nuk ka faj. Hasbruku do të zëvendësoj Mikajlet Mushiqin. Çfarë aksioni fantastik i Trevon Allenit, lojtarit më të mirë të Golden Eagle Yllit në Vjeshtë, dhe po e vazhdon këtë edhe në pranverë. Treshe plus një gjuajtje e lirë. I jashtëzakonshëm është Trevon Allen. I sak, i ftoft, si akull. Nga 8 minus, ja vetëm 2 pike përsi tani për Trepçën në finish të çerekut të parë, të çerek finales së parë. Opala. Kërkon që Bamford e ka prekur topin. Time out kërkon Endrit Elshani. Çfarë rikthimi? Me të vërtet pas atyre 3 tresheve të një pas njëshme të Trepçës e patëm një seri prej 9 me 2, 2 seria të jashtëzakonshme i pati Trepça, të parën 9 me 3, pra pas rezultatit e përsis prej 6 me 7, erdhën treshja së pari e Sean Jonesit në asistim të Henryt, pastaj edhe Mikajlet Mushiqi, edhe seria prej 9 me 3, shkëputja në rezultat, e më pas rezultatit 15 me 13, pas asaj treshet Scottit në sken, doli dhe u përgjigj me njëherë Hasbrook duke fillu serin prej 3 tresheve rresht.
të Hasbrookut Henrit, edhe në fund Mikajlet Mushicit, e përsin më të lartë prej 8 pikve, 24 me 16. Megjithatë, kur mos thuj kur në skuadër e ki një Trevon Allen, i cili doli në skenë, së pari undal me faul nga Mushici, i realizoj të 2 gjuajtjet e lira, e më pas u shkëput, realizoj treshin, undal nga kapiti, realizoj edhe një gjuajtje të lirë për të afru rezultatin në vetëm 2 pikë. Ja po i shini edhe statistikat deri tash në këto 9 minutat e para. Trepqa shumë e sakt saj për këtë tresheve. 9 me 4, 4 treshe nga 9 tentime, 10-3 është Golden Eagle Ylli, mirë po. Ylli është duke depërtuar dhe me gjuajtje të lira, po tenton që të mbaj balansin, një pressing zonal në tërfushën, gabon atje Bamford, edhe këte e shrydzon Hasbrook, qëfar pressingu zonal në tërfushën tani ka bërë Beqiragishi, sikur se në fillim, po kanë të lashe me e pasu topin Allen dhe Tuna. Allen dhe Tuna blok, sa bukur atje. Më ka që nuk e shënoj këto. Me të vërtet i jashtëzakonshëm është Trevon Alleni. Çfarë loje po bën? Drilon Hajrizi, tenton, nuk realizon. Trevon Allen ka dhe 10 sekonda. Në anën tjetër, i vetmuar është Scott Bamfortit, do të shkon sigurisht me treshe deri në fund apo jo, po shkon me depërtim, dhe në stilin e ti e afron rezultatin në 26 me 24, çfarë qereku i par fenomenal. Bamford bukur mbi Hasbrookun, pran Hasbrookut atje, realizon dhe qerekun e par e përmbyll me vetëm 2 pike përsi. Trepqa pati plusin për 8 pikve, mirë po me të vërtet shkoj me reklama e më pas do t'ju tregoj se çka ishte e vërteta. Ajden qa, kam vendos me andru tekstin kongës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape logarin t'i këtu. Hape logarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bankë me shku. Banka Prokredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Pra, e përmendëm edhe njëherë ato 3 treshe, 3 shkëputje në rezultat të Trepqës, pas atyre tresheve të Hasbrookut, Henrit dhe të Mushicit. 24-16, 1 minutë e gjys para se të përfundon të qereku i parë dhe në sken doli Trevon Allen, i cili pra në 72 sekundat e fundit realizoi 6 nga 11 pikët e tij. Pra 2 gjuajtje të lira, atë treshën plus gjuajtjen e lirë, dhe me këto është lojtari kryesor në parket, i vetmi me pikë 2 shifrore, Trevon Allen, 11 pikë të tij, shkëlqeu dhe afroi rezultatin në vetëm 2 anën tjetër me 9 pikë dhe 3 kërcime, dhe një top të vjedhur më i miri. Tek Trepqa është Sean Jonesi, 7 pikë i ka Mikajlet Mushici, 2 topa të vjedhur, një asistim e një kërcim, dërsa Henry, përveç asaj treshës të cilën e realizoi, pati edhe 3 asistime fantastike dhe një top të vjedhur. Po shohim Endri Terçani ka vendosur që në lojë të inkuadroj Lovre Bashichin, playmakerin kroat.
Kastrati, Bashic, Shoshi, Allen, I cili ndalet në mënyrë të palejuar. Edhe Darius Holly për herë të parë sonte në parket. Allen, fenomenal të Darius Holly, lëvizje bukur, mashtruese, ti shkëputje, mirë me tabel, nuk realizon. Hasbrook më I larti në kërcim, I ka tje, por nuk I she. Ja tani shihet Henry dhe Darius Hall shkakton personale. Edhe njerë, e pat në gjirim të përsëritur. A do të jenë 3 gjuajtje të lira? Po, ishte tentim për 3 pik. Do t'i ketë Henry. Herën e parë nuk realizon. Ka një efikasitet prej vetëm 55% nga vija gjuajtjeve të lira Sek Henry. Tashmë e dini që Trepçën e ka është larguar nga Trepça edhe Adnan Arslanagici. Në anën tjetër Joe Reese ka braktisur është ndarë me Golden Eagle Yllin. Me 24 foul I Tunës, personalja e pare batën Tunës. Kthehet Tmushiqi në parket, batën Tuna, largohet Bashic. Liz Shoshi e tregon vetën atje në blok. Sa bukur atje Erion Kastrati rreth rrotullimit I tentim për 3 pike. Një mirë këtë palestër nuk realizon. Kthehet në mbrojtje me njerë Hasbrook për Tmushiqin. Në brendi për mrekulli atje tenton me nguli Dardan Kapiti, por ndalët nga Darius Holly. Është kjo personalja e dytë e Hollit. Do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Dardani, herën e parë nuk është I sakt. Herën e dytë topi ha mendet. Atë hyna mos hyn dhe përfundon në rjet. 29 me 24. Pika e pare Dardanit sonte, I cili ka dhe një kërcim. Një pike, një kërcim deri tash për reprezentuesin e Kosovës, se tregon vetën atje. Mbrojtje e mirë, Lovre Bashic, gabon Henry. Liz Shoshi, kemi një mismatch atje. Henry tenton I ngrit duart e tij, e pengon fauli Lovre Bashicit. Patëm një mismatch përsëri pasi Liz Shoshi doli për të ndihmuar atje. Ja humbi koshin komplet krejt dhe I pengoj Henryt mirë, po në anën tjetër nën kosh veti vetmuar Dardani Kapiti me Bashicin I cili shkaktoi personalin e tij të parë. Edhe një top I vjedhur nga Lovre Bashic I shkëlqyeshëm 4-2 situat. Por mrekulli për Darius Hollin, një alley hoop atje. Duke vrapu shpejt e shpejt për 29 me 26. Dardani, një blok I mirë. Tani e shfrytëzon Tmushiqi blokun, por nuk hapët shpejt Dardani. Ufa, prej çfarë pozite. Bombardon Sek Henry, pika e tij e 8. 32 me 26.
Amzili rikthehet në lojë në vend të Dardanit Kapitit. 32-26 dhe 7-14 deri në fund të pjesës së parë. Allen Bashiqi vetmuar nga një pozitë e vështirë, tenton të përgjigjet, por kemi një mismatch për sëri atje. Hasbrook mbetet i vetmuar me Lisin 20 cm më i shkurt, natyrisht që Lisi këto e shfrytëzon për të afruar rezultatin në 4. Amzil dhe Trevon Allen përsëri në anën tjetër. Kemi një mismatch, një ndrimi të gabueshëm të lojtarëve. Reprezentuesi i Finlandës ndalet në mënyrë të palejuar. Do të kthehet në lojë Scott Bamford. Trevon Allen ka shkaktuar personalin e tij të dytë. Ishte fantastik në çerekun e parë. 11 pikë të tij, 6 prej tyre i ka realizuar në 72 sekondat e fundit. Gjatë asaj serie kur afroi rezultatin, tentim për 3 pikë dhe përsëri bombardim nga këndi i kësaj radhe. Hasbrook e rikthen e përsim prej 8 pikëve, gati maksimumin. Më e larta deri tash ishte +8. Bashiq tenton të përgjigjet për treshe. Erian Kastrati realizon në treshe, përgjigjet me treshe. Pikët e para të Erionit. Hasbrook për Johnson, i cili është rikthyer në lojë. 9 pikë i realizoi në pjesën e parë Scott Bamford për Erion Kastratin, i cili depërton për mrekulli. Atje pati faul, referët Hairston dhe lejuan si e përsi, por është dashur të ndalet. Ska faj atje Erioni që reagoj, ishte faul. E në anën tjetër ndërshkua me teknike. Pavarësisht çka i shpjegon atje Xhelal Mumini, definitivisht referët nuk e pan këtë dhe ishte faul. Pati të drejtë atje që u ankua. Ja, edhe Tmushiqi e ngriti dorën. Kjo nuk është në rregull. As pak. Është hera dytë që po gaboj në këtë mënyrë. Pavarësisht edhe u ndërshkua dhe me teknike, pavarësisht që nuk pati të drejtë, nuk është dashur që të reagon. Në fakt, pavarësisht që pati të drejtë, nuk është dashur që të reagon. 38 me 31, sidoqoftë përsëri +7. Bashiq, Hafman është kthyer në lojë kundër sulmi shpejt. Përsëri pati atje kontakt Tmushiqi. Time out kërkon Endrit Elshani. Skafaj Endriti, ka të drejt, plotësisht që po ankohet. Janë 3 kontakte të cilat ishin faula, nuk u referuan, loja nuk u ndal, e përsia shkojnë në 9 pikë, 40 me 31. Ju ka ikur pak loja nga kontrolli referve në këto qaste. Ishte ky ai tepin, prekja e topit në kërcim nga Liz Shoshi. Kjo ke treshje fantastike e Hasbrookut, parës nga këndi në ata asistimin e Sek Henry. Sek Henry me vërtet tandemi i cili erdhi në fund të vjeshtës. Hasbrook dhe Henry po funksionon në mënyrë perfekte, po asistojnë njëri për tjetrin. Sek Henry tashmë i ka 5 asistime, 9 pikë, për tyre 2 treshe, 9 pikë, 5 asistime dhe 3 topa të vjedhur. I ka Sek Henry në anën tjetër. Hasbrook 8 pikë, 3 kërcime, 2 asistime dhe 1 top të vjedhur. Tandemi fenomenal, natyrisht edhe Tmushiqi dhe Sean Jones nga 9 pikë. Po e shofim që peshja startuese e Trepqës ka një numër të balansuar të pikëve, nga 9 pikë 3 lojtar, Henry Tmushiq Jones dhe 8 pikë Hasbrooku. Në anën tjetër Trevon Allen lider me 11 pikë, të tjerët janë larg pas Trevon Allenit, i cili momentalisht
po pushon. Bashic për Hallin. Darius Hall tenton atje mbi Sean Johnson dhe realizon për 40-33. 5 minuta e 40 deri në fund të pjesës së parë. Është kjo ndeshja e parë çerek finale e Kupës së Kosovës 2026. E kthimi do të zhvillohet në Suarek. Amzili ndalet në mënyrë të paliuar nga Erion Kastrati. Po, faulli ishte, s'ka nevojë që të reagon trajneri Endrit Elshani, kësaj here faulli ishte. Erioni nuk pati zgjidhje tjetër, po s'ta ndal në mënyrë të paliuar alo qendrën e Finlandës Mustafa Amzilin. Në fakt më shumë është alo se sa alo qendër. Gzim Orina do të kthehet në parket vend të Erionit. Amzili ka një efikasitet prej 66% nga vijagjuajtjeve të lira këtë edicion. Po flasim për Super League. Është ky tentimi i tij i parë sonte nga vijagjuajtjeve të lira. Një e huq, një qillon 41 me 33. E përsia më e lartë deri tash ishte 9 pika e parës, 40-31. Bashic. Hall edhe një herë. Huffman dhe Jones lufton atje. Huffmani tenton, nuk realizon, lufton me të Mushicin. Hasbrook për ballë ka Bamfortin. Bashic. Tani Bamforti, mbrojtje e fortë Scott Bamfortit. E pengon atje, so lartë, u shkëput atje Hall. Ndalet në mënyrë të palejuar. Darius Hall. Është vrejtja parë për Endrit Elshanin për teknike. Reagimi tjetër do të teknike për te. Tregon referi Mumini. Kryesori tentimi Bashicit atje. Çfarë gjuajtje, çfarë disisi e shtyri topin. Por me rëndësi për Yllin është që kjo gjuajtje shkoj të veni. Janë pikët e para të Lovre Bashicit në tentimin e dytë. Treshja parë afron rezultatin në 5, më falni. Mushicit tenton të përgjigjet dhe e bën këtë. Përgjigjet në treshe me treshe për të rikthyer 8 pike përsi Bashic për Hallin. Kërkon kontakt atje, tenton Amzili më i larti në kërcim. Amzil dhe Jones coast to coast. Dalet në mënyrë të paliuar edhe një herë, të shohim. Mustafa Amzili parës nga 2 realizoi një gjuajtje të lirë. Është ky faulli i dytë, personalja e dytë e Bashicit dhe tani koha është për Tremon Allenin. Lojtarin më efikas, lojtarin më të mirë të Golden Eagle Yllit. Do të largohet Darius Hall. Nënvjeçari Darius Hall. Amzili realizon për e përsin e parë, 2 shifrore, i realizon të dyjat. 46 me 36. Mushici.
shkakton personale. Por do të jetë rivënje e topit, njëherë tregoj se do të jenë 2 gjuajtjet e lira, por jo është rivënje e topit. Bamford në brendit e Hoffmani. Topi i bjen. Edhe njëherë. Gjelal Momini nuk lejon rishikimin, sepse janë të sigurt se ka luajtur me këmbë atje. Ndërsa Adis Beqiragiqi ka kërkuar atje ndrimin e lojtarëve, nuk e lejon referi Momini, duhet të jetë sulmi tjetër, duhet të pret edhe pak Hasbrook për të rikthyer në lojë. Henry pran Bamfortit, Sean Jones me Hoffmanin ka të lashe, natyrisht kur është në lojë Hoffman shikoni se kur i hap krah, çfarë pengese bën atje. Gabim në hapa. Ka shkaktuar tuna. Sek Henry largohet, i lën vendin Hasbrookut. 12 pik. Më i miri momentalisht Trepça është Tmushiqi 100% efikas nga loja. 3-2 piksha, 2 treshe, çka do që ka gjujt ka realizu. Ministri i mbrojtjes, po që besa dhe i sulmit të Trepçës, Mikael Tmushiqi e pengon atje Lovre Bashiqin. Betët rezultati 46-36. Edhe 2 minuta e 52 sekonda deri në fund të pjesës së parë të kësaj ndeshje. Shumë interesante. Sa po afrohet Golden Eagle Yllin në 2 pik, Trepça po shkon në 7-8 pik, tani a ka realizuar dhe e përsin më të lartë. Hasbrook tenton, nuk ka treshe, kësaj radhe Sean Jones më i suksesshëm se Hoffmani, i cili e fiton duelin nën kosh. Trevon Allen nuk ka pik të tij tashmoti. Zimorina me Amzilin luftojnë reprezentuesi i Kosovës me atë të Finlandës. Morina realizon, Trevon Allen topin e vjedh, për paksa nuk realizoi aty për aty. Pik eksprese mbetet 46-38. Çfarë loje, sa shpejt po ndron rezultati. Hasbrook, pick and roll me Sean Jonesin dhe faul është ky i Hoffmanit, u vënu atje me mbyll dhe e shtyu. Sean Jones deri tash 100% efikas nga vija gjuajtjeve të lira. 9 pik 5 kërcime. I ka ish reprezentuesi i Kosovës Jones, tashmë 34 vjeçari. Betet 100% efikas, është lojtari i dytë me pik 2 shifrore tek Trepça. 10 pik të Sean Jonesit, 12 i ka Tmushiqit, thash. Fenomenal, perfekt është Mikaile. 2 treshe nga 2 tentime, 3 dyshe nga 3 tentime, nuk uqi asgjë nga loja Tmushiqi. I sakt është edhe Jones, 11 pik të ti, për sëri 10 pike përsi. Bamford, fenomenal atje, e vozit, poshte për pjet, batën tunën, dalet në mënyrë të palejuar. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Scott Bamfordin. 36 vjeçari Amerikano-Kosovari Scott Bamford, i cili me vërtet ka një përvojë të jashtëzakonshme, ka luajtur në top ligat evropiane, në Spanjë, në Itali, në Francë. Ka luajtur edhe për Budućnostin e Podgoricës në ABA League. Ka titull kampionit FIBA Europe Cup 2019 me Dinamo Sasarin, pra në atë edicionin antologjik.
kur edhe Sigal Prishtina kishte arritur në top 16 me Mulla Omerovicin dhe kishte pësuar nga Vareze. Realizon 2 gjuajtjet e lira Bamforti për të afruar rezultatin në 48 me 40. Kemi hyrë në 2 minutat e fundit. Jones për Hasbrookun, pick and roll i mirë atje. Topi vendos ta dërgon në anën tjetër dhe kjo është huqja e pare Mikaile Sonte nga loja në përgjithësi. Pas 5 shënimeve rresht nga loja për 2 dhe 3. Amzili lufton me Morinën. Për mrekulli, shikoni se si punon kapiteni i Golden Eagle Ylit, Gzim Morina, 48 me 42. Mushiqi, pranë tij është Scott. Amzil dhe Morina tani në anën tjetër në post të ult. Detyrohet, kemi një mismatch atje, Gzim Morina pranë të Mushiqit dhe pengon atje kundër sulmi shpejt. Hoffman me blok, Bamforti tenton me treshe. Çfarë rikthimi ngjashëm sikurse në çerekun e parë. U shkëput Trepça me ato 3 treshet e Hasbrookut, Henrit e të Mushiqit në 8 pike përsi. E më pas Trevon Allen doli në sken me një seri, ndërsa tani është tandemi Gzim Morina i cili luftoi për mrekulli atje me Amzilin dhe më në fund edhe Scott Bamford me treshen e tij për 48 me 45, duke afruar rezultatin nga 10 në vetëm 3 pik. E përsia më e thellë ishte ajo parës 46 me 36. E kemi tani një përgjigje të Golden Eagle Ylit me një seri prej 9 me 2. Të cilën e nisi pikërisht Gzimi. E vazhdoi Scott Bamforti me ato 2 gjuajtjet e lira, pastaj me atë gjysmëhorogun e tij Gzim Morina pranë Mustafa Amzilit përsëri dhe përmbylli këtë seri prej 9 pikëve të këtij tandemi Morina Bamford Scotti me treshen në asistim të kujt tjetër pos Gzim Morinës. Më i miri të Trepça, Mikaile Mushiqi ish lojtari Golden Eagle Ylit, e njëri prej 3 musketirëve më të merituar për suksesin historik të basketbollit Suarekas, po ashtu Gzim Morina, Arion Kastrati dhe Mikaile Mushiqi dikur së bashku, sonte njëri kundër tjetrit në nullheqen e Adis Beqiragishit aso kohe. Se keni nga çfarë pozite, bombardon dhe përgjigjet në treshen e Bamfortit me treshe. Çfarë loje, po shikojmë sonte nominatori. Bamford për Scottin, i vetmuar është Bamforti. Scott po luan vet atje, vese ta pasoj, vendos që vet topin në rjet ta dërgoj për 51 me 47. Hasbrook dhe Allen, 10 sekundat e fundit, 8, 7, 6, shkon topi, e kap kokën atje Adis Beqiragishi Skofaj. Thot shtyu mrapa edhe 4 sekunda. Darius Hall, ti të qëlloj nga gjysma, shkon shpejt, depërton deri në fund, apat faul atje, referët heshtën, rezultati mbetet 4 pike përsi 51 me 47. Pra edhe këtë qerek e fiton Trepça me rezultat 25-23. Të 2 qerekët e pari fitojme nga 2 pike përsi, 26-24 dhe 25 me 23, po i shihni efikasitetin nga loja. Pra shikuar në përgjithësi, dominimi Trepçësaj për këtë kërcimeve, normajt me 15 dhe në asistimet dukshëm më të mirë, me të vërtet ka funksionu, sidomos tandemi i fundorve Sek Henry dhe
Hasbrouku, Kenny Hasbrouku 3 asistime, Henry 6 asistime, pra 9 nga 13 asistimet kanë ardhur nga ky tandem. Në përgjithësi, një lojë e niveluar, Trepça po shkon në 8 deri në 10 pikë, ndërsa Golden Eagle Lilly po e ndjek dhe po afrohet në rezultat. Megjithatë, e përsia më e lartë deri tash ka qenë ajo për 10 pikëve, 46 me 36, në të cilën u përgjegjë tandemi Scott Bamford dhe Gzim Morina me serin për 9-2 për ta bërë këtë ndeshje super interesante. Shkojmë me pauzë për të rikthyer përsëri në Minatori në pjesën e dytë të çerek finales së parë të Kupës së Kosovës 2026. Trepça 51, Golden Eagle Lilly 47.